Madhështia e një organizate, madhështia e një partije, madhështia e një kombi është kur e lifton keqen mbranda vetvetës, mbranda rrodhëve të veta. Nevreja Ademi, duke reklamu me hoxhallar urinën e devës, ka linçu dhe linçon shqiptarët në Tetov. Tim Shkupi nuk ka parti politike. Nevreja Ademi, si gazetar, me bani holumtim pavarur me thonë se Tim Shkupi financohet nga Ministria e Kulturës, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave, unë vetë ka me dalë dhe ka me duar trokit. Nevreja Ademi e ka marrë një foto pomën e babës tem. Kur më ka vdek mu baba, e ka marrë një foto me dy djemt e migjës, me djemt të agushit, dhe e ka ofendu Tim Shkupin, imamin e shqiptarve kotë së kote, vetëm se imami i shqiptarve Tim Shkupi ka të drejtën e ti, lirin e ti në lëvizje dhe në qarkullim. Kur jam taku me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Unë ende nuk e kum mallku Nevreja Ademin, se nuk është shqiptar, si jam unë.